E dini pse Zoti na do? Zoti nuk na do sepse jemi të mirë. Ai na do sepse jemi në të dashurin birën e tij. Prandaj na do Perëndia. Edhe gjithashtu ai do të na bëjë të mirë. E dini pse do të na bëjë të mirë? Sepse ai na do. Pra Perëndia për shkak se na do, ai punon në ne dhe do të punojë në ne në mënyrë që ne të mund të jemi ashtu siç është ai. Një Perëndi i mirë edhe një Perëndi mrekullueshëm. Tek 2 Timoteu 3:16-17 është një pasazh i rëndësishëm që na tregon se si njeriu i Perëndis mund të bëhet i përkryer pajisur për çdo vepër të mirë, edhe ndërkohë që ne jemi në librin e psalmeve duhet kuptojmë që psalmet ashtu si çdo libër tjetër është dhënë së pari për doktrinë, pastaj edhe për qortim, edhe për korrigjim, edhe për udhëzim në drejtësibërje. Por së pari është për doktrinë, kështu që libri i psalmeve është një libër që na mëson doktrinën së pari. Herën e kaluar, nëse ishit këtu, ne folëm faktikisht për renditjen e librave të Biblës, Perëndia ai ka vendosur ato në mënyrë profetike, edhe ne pam për librin e Ezdrës, që Ezdra fillon me një dekret të mbretit Kir, edhe ky dekret është që hebrejtë të kthehen, edhe kjo ndodh rreth 70 vjet pasi Izraeli shquar në robëri nga Babilonia në vitin 606, edhe ajo që ndodh është që pas kësaj ne kemi librin e Nehemias dhe pas librit të Nehemias kemi librin e Esterit, po në librin e Nehemias ajo që ndodh është që hebrejtë ndërtojnë në librin e Esterit është një libër ku Perëndia nuk duket dhe nuk përmendet aty, domethënë në shkrime, por prapa skene dora e Perëndisë është e fuqishme dhe është vepruese. Edhe në këtë libër e Esterit ne kemi një mbretëresh jo çifute që ikën dhe një mbretëresh çifute ose hebre që vjen. Edhe ajo që ndodh më mbrapa kemi pastaj librin e Jobit që ka 42 kapituj që përfaqësojnë njeriu e vuajtur dhe pas librit të Jobit vjen libri i psalmeve që është njeriu i bekuar ose njeriu i lumtur. Po të gjitha këto renditje janë profetike, sepse libri i Ezdrës lidhur me dekretin e Kirit është pikturë e asaj që ka ndodhur në këto ditë me deklaratën e Balforit në 1917. Dhe ajo që ndodh është Nehemia, që është pikturë e asaj kohe, në faktikisht në atë kohë ata u kthyen, edhe gjithashtu hebrejtë janë kthyer tani në 1948 dhe ata po ndërtojnë. Edhe aktualisht kisha edhe Izraeli janë në një kohë profetike në kohën e librit të Esterit. Edhe libri i Esterit tregon për një mbretëresh pagane që hiqet e faktikisht ajo që ndodh është që kisha e Jezu Krishtit në tërësi është jo hebre. Edhe një nga këto ditë do të ndodhë që kisha do të iki, por gjithashtu do të zvendësohet me Izraelin. Prandaj Zoti ka një sy te Izraeli, një sy te kisha. Edhe ndërkohë që kisha ikën edhe pastaj vjen Esteri ose vjen Izraeli, sepse Esteri është një hebre, ne vëmë re pasaj që më pas kalon te libri i Jobit, dhe libri i Jobit ka 42 kapituj, 42 kapituj të librit i Jobit janë 42 muaj në kohën e mundimeve, ose 1260 ditë. Edhe kjo është e mahnitshme. Dhe pasi mbarojnë mundimet, vjen libri i psalmeve dhe libri i psalmeve na tregon Zotin Jezu Krisht që mbretëron në fron, sepse në psalmet është Davidi, mbret që është mbret në Izrael. Pra libri i psalmeve është një libër që na tregon që ne jemi duke jetuar në një kohë kur Zoti Jezu Krisht është duke u kthyer. Pra është mjaft i rëndësishëm nga ana doktrinare. Por gjithashtu psalmet kanë tekstin mbi çdo gjë tjetër tek mbretëria e Zotit, por kanë të bëjnë me 3 gjëra kryesore. Së pari ka të bëjë me vuajtjet e Izraelit në kohën e mundimeve dhe lutjet e Izraelit gjatë mundimeve ku ata do t'i klithin Perëndis, sepse pasi kisha të rrëmbehet një nga këto vite, një nga këto ditë shumë shpejt, toka do të kalojë një kohë mundimesh. Edhe në këtë kohë mundimesh, Izraeli do të jetë vetëm, sepse kombet do të jenë kundër Izraelit, edhe Izraeli do të klitë Perëndis. Edhe psalmet përfaqësojnë ose na japin lutjen e Izraelit gjatë kohës së mundimeve. Por gjithashtu psalmet na tregojnë për ardhjen e dytë të Krishtit, kthimi i Zotit tonë Jezu Krisht fizikisht mbi tokë, edhe vendosjen e mbretërisë së tij për 1000 vjet në këtë planet. Ne hyjmë tek libri i parë, që libri i parë na jep bazën ose na jep hyrjen, preludin e quajtëm këtë, edhe libri i psalmeve ka një aspekt doktrinar, sepse vendos gjithë bazën për gjithë librin e psalmeve. Edhe psalmet një në anën doktrinare janë të lidhura drejt për drejt me mbretërinë e Zotit tonë Jezu Krisht mbi tokë. Njeriu i bekuar është njeriu kur Jezu Krishti do të vijë mbi tokë, edhe në këtë kontekst libri i psalmeve pikturon Izraelin, por gjithashtu pikturon edhe njerëzit që do të shpëtohen gjatë kohës së mbretërisë 1000 vjeçare, që ata qëndrojnë
vinë në rend e ligjin e Zotit. Nuk thuhet fjalën e Zotit. Edhe e dim këtë që shpeshherë Perëndia përmend ligj, përmend statute, përmend dekrete, përmend fjalën. Por ligji i Zotit që do të thotë në mbretërinë 1000 vjeçare, ajo që do të ndodhë është Zoti Jezu Krisht kur të vijë, do të vijë me drejtësi, edhe do të ketë drejtësi absolute, edhe do të mbretërojë me drejtësi, është ligji i Zotit. Edhe kalendari i ngjarjeve të Perëndisë, nëse e shikoni në ato që janë duke ardhur përpara, koha e kishës po mbaron. Edhe një ditë shpejt nuk do të jetë më kisha e Jezu Krishtit, domethënë njerëzit e rilindur nuk do të jenë më këtu. Por gjithashtu pas kësaj do të vinë mundimet dhe pastaj Jezu Krishti do të kthehet në ardhjen e dytë. Libri i zbulesës që na tregon pikërisht këto ngjarje është libri ku Perëndia ka hequr velin dhe ka zbuluar ngjarje, sepse zbulesa do të thotë heqje e velit. Kur Jezu Krishti na zbulon gjithë këto gjëra dhe zbulesa 1 deri zbulesa 4, shkoha e kishës, pastaj kisha rrëmbehet edhe nuk e gjejmë fjalë kish derisa vim te zbulesa 19-11. Në të dy herët qielli hapet, kisha ikën herën e parë, filloi mundimet, pastaj Jezu Krishti me kishën kthehet në herën e dytë, mbaroi mundimet dhe vin mbretëria 1000 vjeçare, edhe pastaj në fund të mbretërisë 1000 vjeçare kemi gjyqin e pronit të madh të bardhë, por toka është zhdukur, qielli është zhdukur, përpara se Zoti të krijojë një qiell të ri dhe një tokë të re, ka një gjykim të gjithë njerëzve të pashpëtuar përpara Perëndisë në atë kohë. Kjo është ajo që ndodh. Mirë po, kur Jezu Krishti vjen për herë të dytë, ai do të rrëmbejë mbretëritë e botës. Ja do të bëjë mbretëri të veta. Te zbulesa 11-15 thuhet dhe engjëlli i 7 trumpetoi dhe në qiell pati zëra të mëdhenj duke thënë mbretëritë e kësaj bote janë bërë mbretëri të Zotit ton dhe të Krishtit të tij, dhe ai ka për të mbretëruar në jetë jetëve. Sepse mbretëria e tij do të kalojë nga 1000 vjet, do të kalojë pastaj për gjithë përjetësinë, pra në qiellin e ri dhe në tokën e re. Tek zbulesa 19 na jepet ardhja e dytë e Krishtit. Edhe ardhja e dytë e Krishtit do të vijë fizikisht mbi tokë. Ai erdhi herën e parë, por ai nuk mbretëroi. Ai vdiq u varros dhe u ringjall duke u bërë shpëtimtar ynë. Por shumë profeci janë dhënë për Zotin Jezu Krisht dhe ai do të kthehet një ditë, do të përmbush ato. Edhe në ardhjen e dytë e librit zbulesës 19, vargjet 11 deri në 16, ne lexojmë dhe pas të hapet qielli dhe ka një kal i bardhë mbi të quaj besniku dhe i vërtetë, ky është Zoti Jezu Krisht. Dhe me drejtësi bërja ai gjykon dhe bën luftë. Pra nuk vjen si një foshnjë, nuk vjen me hir, nuk vjen për të dhënë shpëtimin njerëzve siç erdhi herën e parë, por vjen për të luftuar kundër kombeve. Vjen për të vendosur drejtësi, sepse kombet janë kundër Perëndisë. Çdo njeri sot është dalldisur në kuptimin që është larg Perëndisë. Madje në mendjen e vet nuk ka Perëndi, kanë hedhur poshtë Perëndin. Dhe besojnë ku besojnë, ose te evolucioni, ose në shumë gjëra. Bibla thotë nga goja e tij, pra kur Jezu Krishti të vijë për ardhjen e tij të dytë, nuk ka se do ta presim me lule kombet. Por ai do të vijë për të hakmarrë nga goja e tij del një shpatë mpret me të që të godas kombet të Bibla. Dhe ai ka për të sunduar kombet, pra do të sundoj. Ai do të vendoset në Jeruzalem, ai do të ulet në fron, gjithë kombet do të përulen përpara tij. Edhe Izraeli do të sundojë gjithë planetin. Edhe mbi Izraelin është një hebre, edhe ky hebre është Mesia, dhe ky është fara e premtuar. Dhe ky është Zoti Jezu Krisht gjithashtu, sepse Mesia është 100% njeri, por hebre, dhe 100% Perëndi, por Perëndia në trup njerëzor. Dhe Bibla thotë dhe me një shufër hekuri, pra ai do të sundojë me ligj. Edhe thotë shkel vençën e verës së vrasësisë dhe të mërisë së plotfuqishëm Perëndi. Dhe ai ka të shkruar mbi veshjen e tij dhe mbi kofshën e tij një emër, mbreti mbretërve, Zoti i zotërve. Ky është kthimi i Zotit tonë Jezu Krisht mbi tokë. Dhe në zbulesën 20, pra në vargjet më poshtë, ne na jepet kthimi i Zotit dhe pastaj kalojmë në kapitullin 20, një kapitull më vonë dhe shkoni çfarë thotë vargu 4 dhe pa shprone. Dhe ata që ulën mbi to dhe atyre ju dhat për të bërë gjykim dhe pa shpirtrat atyre që ishin pre kokat për dëshminë e Jezusit në kohën e mundimeve dhe për fjalën e Perëndit, të cilët nuk e kishin adhuruar bishën, as shëmbulltyrën e saj dhe as nuk kishin marrë damkën e tij mbi ballën e tyre ose në duart e tyre, dhe ata jetuan dhe mbretëruan me Krishtin për 1000 vjet. Pra kur flasim për 1000 vjeçar ose mbretëri 1000 vjeçare, nuk është diçka e shpikur, por Perëndia do të vijë në këtë planet. Pra Jezu Krishti do të vijë në këtë planet dhe do të vendos mbretërinë e tij për 1000 vjet. Pra kur themi mbretëria e 1000 vjeçare, ka kuptimin e asaj që Bibla thotë, Krishti do të mbretërojë fizikisht fjalë për fjalë. Pra kur ai të kthehet, do të vendos drejtësi
edhe gjithashtu do të mbretërojë për 1000 vjet. Kjo është ajo që na jepet në këtë, por në këtë 1000 vjeçar, pra jemi në kontekstin doktrinar të Psalmit 1, në kontekstin doktrinar të Psalmit 1, i bekuar është njeriu edhe vazhdon me ca gjëra, po pastaj që gjen kënaqësi ku? Në ligjin e Zotit. Kur Jezu Krishti do të vijë, ai do të vijë për të vendosur mbretërinë. Ai do të vijë me një kushtetut. Ai do të vijë me ligjin e tij. Edhe ai do të qeverisë me skeptër hekuri. Edhe i bekuar është njeriu që çfarë? Që merr kushtetutën e Zotit dhe e vendos në zemrën e vet. Edhe mendon për të dhe jeton sipas kushtetutës së Perëndis. Nëse keni lexuar me kujdes Mateu 5, 6 dhe 7, do të vini re që shpesh herë aty do të gjeni shumë këto shprehje. Lum njeriu, edhe vazhdoni bekuar njeriu, ose lumatar që përpiqet për paqen. Keni vënë tek Mateu, pra te predikimin në mal, sepse kjo është kushtetuta e mbretërisë. Edhe Psalmi, kapitulli i parë, na vendos nga aspektin doktrinar në mbretërinë 1000 vjeçare. Në mbretërinë 1000 vjeçare, kështu që njeriu i bekuar që është pranë ujrave, është piktur e një njeriu që është komb njeri, sepse Perëndia thret një kombe, thret si një njeri dhe e quan bir. Dhe ky është Izraeli. Por gjithashtu, po në mbretërinë 1000 vjeçare do të ketë jo hebrej që do të mendojnë për ligjin e Perëndis ditë e natë, edhe ata do të jenë në rreth të thella dhe do të jenë të bekuar edhe do të jenë të lumtur. Lumturia e vërtet në aspektin doktrinar në kohën kur Jezu Krishti të vijë të vendosë mbretërinë, është e bazuar në atë që do të mbash kushtetutin e Zotit në zemër. Edhe atëherë do të jesh i lumtur, atëherë do të jesh i bekuar. Gjithashtu kemi njeriun e papërëndishëm në psalme nga ana doktrinare. Sepse ajo që ndodh është që edhe pse Zoti është në tokë, edhe pse ka drejtësi absolute, njerëzit prap nuk duan, nga natyra, nuk duan ta mbajnë ligjin e Zotit në zemër. Kur mbretëria të mbaroj, pra mbretëria 1000 vjeçare të mbaroj, Bibla na tregon që djalli do të zgjidhet, sepse kur Jezu Krishti vjen në ardhjen e dytë, e merr djallin dhe e lidh poshtë atë në ferr, në humner. Edhe pas 1000 vjetë e zgjidh atë. Dhe kur e zgjidh atë, ajo që ndodh është që djalli mashtron kombe. Edhe këtu janë të papërëndishme që nuk e kanë mbajtur ligjin në zemrën e tyre. Edhe përfundimi i këtyre të papërëndishme ose paganëve do të jetë në liçenin e zjarrt, nuk do të jetë në kuvendin e të drejtë. Pra po flasim për aspektin doktrinar të Psalmit 1. Sepse së pari shkrimi është dhënë për doktrinë. Por gjithashtu nëse do të vini re me kujdes te Ezekieli 47, në fakt nga 40 deri në 48, na jepet tempulli dhe rindërtimi i tij në mbretërinë 1000 vjeçare. Po te Ezekieli 47 do të vëmë re që ka ca ujëra që rrjedhin nga Jeruzalemi. Dhe këto ujëra bëhen në lumë edhe ndahen në dy krah. Edhe ka pemë në të dy anët e lumit. Pra të gjitha këto gjëra shkojnë në mbretërinë 1000 vjeçare. Prandaj thuhet ai njeri që ka vendosur ligjin e Zotit, kushtetutin e Zotit në zemër, në mbretërinë 1000 vjeçare, do të jetë si një pemë mbjellë pranë ujërave. Edhe do të jetë një bekim faktikisht gjithashtu. Tani, por gjithashtu Bibla na tregon që shkrimi nuk është vetëm për doktrinë, por është edhe për qortim, por është edhe për korrigjim, por është edhe për udhëzim në drejtësibërje. Pra në përgjithësi, fjala e Perëndis kur predikohet, nëse predikohet Bibla, nuk do të jetë përveç se për të qortuar, korrigjuar, për të na vendosur ne drejt me Zotin. Në përgjithësi, kështu do të jetë. Prandaj nëse do të shkoni në një vend e do të gjeni predikimet e duhura sipas fjalës së Zotit, ato do t'ju flasin të rregulloheni në marrëdhënie me Zotin. Po nëse nuk ju flasin për të rregulluar në marrëdhënie me Zotin, atëherë nuk është Bibla. Sepse Bibla thotë i gjithë shkrimi është i frymëzuar dhe i dobishëm për doktrinë. Prandaj ne theksojmë shpesh doktrinën. Dhe shpeshherë doktrina është profeci, por nuk është vetëm për doktrinë, por edhe për të na qortuar, korrigjuar. E dini pse njerëzit nuk duan të vinë në kish? Sepse nuk duan të korrigjohen. Kjo është arsyeja. Sepse nuk duan të qortohen. Nuk duan të vendosen në rregull me Zotin. A dini se si njerëzit do të mbushin shumë kisha me mira njerëz, nëse nuk ka fare fjalën e Perëndis aty.
Në qoftë se nuk ka fjalën e Zotit, nuk ka çortim, nuk ka korrigjim, nuk ka që të ktheheni e të vendoseni drejt me Zotin, nuk ka të jetoni në shenjtëri, në drejtësi përpara Perëndis. Por ju jeni të mirë, Zoti ju do, Zoti ju bekoft, mirupafshim, shifemi dielën tjetër. Prandaj, duhet të kuptojmë që kur Perëndia na flet, diçka ai na mëson, sepse ne jemi bitë të Perëndis në mentorim nga Perëndia, domethënë nga fryma e shenjtë, me anë të udhëzimeve të fjalës, për të na përgatitur për mbretëri. Edhe në mënyrë që të përgatitet për mbretëri, si fëmijët e tij që jemi princer, por ende nuk ka ardhur koha të mbretërojmë atë, gjithmonë Perëndia do të merret me ne për të na rregulluar gjërat derisa të pajisemi ashtu siç duhet. Prandaj kështu punon Perëndia në fjalën e tij. Tani në psalmet ne pam që janë zemra e Perëndis. E nuk do të përsëris të njëjtat gjëra, por ka shumë rëndësi rifreskimi i diçkaje ku jemi. Sepse psalmet janë zemra e Zotit në marrëdhënien e tij me njerëzit. Edhe ai që shkruajti gjysmën e psalmeve ose gati gjysmën e psalmeve është Davidi. Davidi është njëri sipas zemrës së Perëndis, gjithashtu Bibla na tregon që ju jeni një njeri sipas zemrës së Perëndis. Por nëse shikoni jetën e Davidit, do të vëmë re 3 gjëra kryesore në jetën e Davidit. Së pari ne vëmë re që Davidi është jashtë marrëdhënies me Perëndin. Po pastaj është ndodhësh ne vëmë re gjithashtu që Davidi rikuperon marrëdhënien me Perëndin. Edhe së treti ne vëmë re që Davidi është duke ecur në marrëdhënie me Perëndin. Sepse shkrimi na është dhënë jo vetëm për doktrinë, por për korrigjim, qortim, edhe udhëzim për drejtësibërje. Po gjitha këto gjëra aplikohen ose zbatohen në jetën tonë, sepse neve devijojmë jashtë marrëdhënies me Zotin. Po Perëndia punon në ne në mënyrë që të rikalibrohemi ose të kthehemi në marrëdhënie me Zotin, dhe e treta është që pastaj të mund të ecim me Perëndin. Kështu që psalmet do të na mësojnë këto gjëra faktikisht. Edhe është e mrekullueshme. Po jo vetëm që kjo aplikohet me ne, po aplikohet edhe me Izraelin, sepse Izraeli gjithashtu kalon në këto 3 faza, sepse Davidi është hebre, po një lloj Izraeli. Edhe vetë Izraeli ka probleme, është jashtë marrëdhënies me Zotin, rikuperon marrëdhënie me Zotin dhe pastaj ecën me Zotin. Kjo gjen në psalmi faktikisht. Praktikisht psalmi 1 është preludi për të patur një jetë të bekuar. Ne pam këtë javën e kaluar, sepse ka një peshë të madhe hapja e librit të psalmeve. Sepse libri psalmeve na tregon njeriu e lumtur ose njeriu e bekuar, dhe ne pam nga shkrimet duke krahasuar shkrimet çfarë do të thotë një njeri i bekuar. Përmendja e parë, fjalës i bekuar kishte të bënte në fakt me pritshmëri, shumë fishim, me mbushje. Edhe Zoti ja përmend këtë me gjallësat në ujë, e përmend këtë gjithashtu edhe me Adamin dhe me Evën. Por gjithashtu i bekuar pam që kishte të bënte me të qenit i lumtur. Prandaj nëse dëshirojmë që të mund të jemi të bekuar, atë libri i psalmeve është me të vërtet një libër që na jep themelet e duhura për të ecur në një jetë të bekuar, në një jetë të lumtur. Ne nuk duhet të gënjejmë veten, po t'i besojmë Biblës. As nuk duhet të na lejojmë të na gënjejnë, po t'i besojmë Biblës. Të mos lejojmë të mashtrohemi, por t'i besojmë Biblës. Tani është një histori faktikisht në luftën e Krimes, nëse dini histori, lufta e Krimes ka ndodhur faktikisht 1853-1856, edhe është një luftë ku Britania, Franca dhe Turqia janë bërë në aleancë kundër Rusisë. Në këtë luftë, ajo që ndodhi ishte që shumë të plagosur kishte nga kampi britanik. Edhe shumë vanë për spital. Por ajo që ndodhi në atë kohë ishte që numri të vdekurve në spitale ishte gati gjysma. Edhe ishte shumë më i lartë në një hark kohor, 1 vjeçar, shumë më i lartë se sa numri të vdekurve në luftë. Të vdekur në spitale ishte një numër të madh. Dhe një infermiere, faktikisht ajo lindur në Itali, por rritur në Britani, që ka emrin Florence, ajo udhëton faktikisht drejt spitalit me një numër të madh infermierësh. Me 38 infermiere me vete dhe shkon në lindje për të ndihmuar këtë kaos, këtë rrëmuj që është pikërisht aty. Edhe ajo shikon gjërat janë shumë keq aty, edhe ajo e pezullon gjithë punën aty. Edhe vendos të rirregulloj punën. Ajo vendos higjen personale.
vendos higjenë në kuzhinë, vendos sistem të rregullt administrimi. Dhe parimi ishte që në qoftë se ka kaos, ndalo, kupto, çfarë po ndodh dhe vendos rregull, pastaj vazhdo. Me qëra fjala, ajo vendosi bazat e infermerisë dhe pas saj filloi të hapet shkolla e infermerisë. Që do në dini si e nisi zana fillën që ka një shkollë për infermerin me këtë grua fillon. Por Psalmi 1 na jep pikërisht të njëjtën gjë. Në qoftë se në jetën tonë ka kaos, ka rrëmuj, edhe nuk kemi të lumtur, nuk kemi frutshmëri, edhe jemi të sinqert me çfarë po ndodh me jetën tonë edhe çfarë ka ndodhur në jetën tonë, duhet të ndalojmë, të reflektojmë, të shqyrtojmë, edhe pastaj të vendosim gjërat në vend, pastaj të vazhdojmë. Dhe Psalmi 1 në vargun e parë thot, i bekuar është njeriu që nuk, dhe janë 3 gjëra që nuk. Janë shumë të nevojshme këto. E di që ndonjëherë ne dëgjojmë, por duhet të sigurohemi që dëgjojmë dhe mbeten në mendje dhe zbret në zemër. Duhet të bëhemi serioz. Jo, thjesht dime, ja jam duke shërbyer Zotit. Duhet të sigurohemi që jeta ime të jetë e lumtur. Duhet të sigurohem që jeta ime të jetë e frutshme. Sepse Psalmi 1 vendos bazën. Edhe Flori i vuri, vre që gjithçka që ishte dëmshme dhe e hoqi. Kështu thot edhe Psalmi 1. Edhe ne duhet jemi të sinqertë të eliminojmë 3 gjëra. Të eliminojmë këshillimin nga të papërëndishmit, të eliminojmë përfshirjen në stilin e jetës tyre, të eliminojmë shoqërinë me ta. Edhe janë 3 shkallët e rënies së një njeriu. Në fillim dëgjon të papërëndishmit, dëgjon këshillën e atyre si të ndërtoj jetën, si të kaloj jetën, çfarë të bëj me jetën, me familje, me fëmijët, me punën, me shkollën, me gjitha gjërat janë të papërëndishmit, elita e kësaj bote që më këshillojnë mua se si të mund të ndërtoj jetën. Edhe kur i dëgjoj ata, pasaj kaloj në hapin e dytë. Hapi i dytë është pasaj filloj jam pranë tyre. Jam pranë tyre, Bibla na tregon që ndaloj, qëndroj në udhë. Udha është një stil jete, sepse jeta është një rrugtim. Edhe unë ndërkohë që ndaloj dhe vëzhgoj jetën e tyre, ndaloj edhe pranoj jetën e tyre, edhe jam duke parë gjërat që bëjnë, duke aprovuar gjërat që bëjnë. Dhe pasaj shkoj në hap tretët. Dhe hapi tretë është që unë jam ulur pasaj bashkë me ta. Edhe ashtu si të papërëndishmit, ose të pashpëtuarit, jetojnë pa perëndin. Jetojnë si kur Bibla nuk ekziston. Jetojnë si kur nuk ka perëndin në qiell. Edhe si kur fjala e Zotit nuk është e vërtet. Edhe e di që të krishterët nuk e hedhin poshtë kur të thonë që Bibla nuk është e vërtet, por në mënyra jetës tyre janë ulur, janë njësoj si të pashpëtuarit. Prandaj shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Nuk ka rëndësi sa i mirë është ai miku juaj, shoku juaj pashpëtuar, ai është i keq. Nuk duhet i jemi aq larg të pashpëtuarve sa të mos humbim ndikimin ton për t'i fituar ata. Por mos u gënjeni. Shoqëritë e këqija prishin zakonet e mira. Nuk ka lidhje ai pabesi me njeriu e dritës. I pashpëtuari me njeriu e rilindur. Nuk mund të ulemi me ta, nuk mund të sillemi si ata, nuk mund të trajtojmë Perëndin e Biblës njësoj si e trajtojnë ata. Në jetën praktike po flas. Ata jetojnë si ku nuk ka perëndi, sepse për ta nuk ka perëndi. Dhe ne alulemi në nivelin tjetër dhe pastaj ne jetojmë si ku nuk ka Zot. Dhe Flori çfarë bëri? Sa pak të rrëmuj këtë kaos që gjysma e njerëzve në spital vdisnin, duhet të eliminohet sa gjëra. La Florenci. Edhe është mjaft e drejtë. Ju do thoni pse po predikon prapë herën e kaluar, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Është shumë e rëndësishme për të kuptuar këtë. Pra elimino, mos hec sipas këshillës pabesëve. Domethënë të pabesët janë të verbër. Sepse Bibla na thotë 2 Korintasit 4:4 që Perëndia i këtij shekulli ose Perëndia e kësaj bote ka verbuar. Dhe është jashtë logjike që një njeri që sheh të pyes të verbrin ku është ura të kaloj lumi. Është çmenduri. Po ne nuk duhet të pyesim të pashpëtuarit se si të kaloj jetën. Me këtë martohem, ku të punoj, me këtë vendos jetën, si të bëj këtë, si të bëj atë. Duhet të gjej udhëzime të 66 këshilltar që janë 66 librat e Biblës. Duhet të shkoj te këshilltari admirueshëm që është Zoti Jezu Krisht. Në qoftë se me të vërtetë duhet të jemi bekuar. Duhet të besojmë Biblës. Prandaj Bibla thotë mos u gënjeni. Thotë mos lejoni t'ju gënjejnë.
Dhe as mos gënjeni veten ose mos mashtroni veten. I bekuar është njeriu që vetëm eliminon, por gjithashtu vendos ta gjëra. Kultivon. Që do të thotë që duhet të heqësh njeriu në vjetër, pra të heqësh të veshjet e njeriu të vjetër, përpara se të veshësh njeriu në ri. Nuk mund të veshësh rrobat të pastra mbi rrobat të papastra. Por ka nevojë të heqësh rrobat e papastra përpara se të veshësh rrobat e pastra. Çdo njeri e kupton këtë gjë. Por dhe Bibla na mëson parimet frymërore. Eliminoj këto gjëra dhe pastaj vendos që këto të jenë pjesë të jetës tënde. Domethënë, të gjesh kënaqësi, të kultivosh kënaqësinë në fjalën e Perëndis. Përmendja e parë e fjalës kënaqësi ka të bëjë me dy të rinj, edhe është zanafilla që e duan njëri tjetrin. Edhe në qoftë se doni të dini se kur dy të rinj kanë dashuri për njëri tjetrin dhe si ata gjejnë kënaqësi me njëri tjetrin, ta dini që keni gjetur atë lloj kënaqësie që Perëndia kërkon për fjalën e Zotit. Edhe ajo që shpesh herë për të martuarit quhet dashuria e parë. Atë do Zoti. Të gjesh kënaqësi në fjalën e Perëndis. Ashtu siç ka thashë që një njeri që do sportin nuk mundet të lësh diku tjetër sepse ai gjen kënaqësitë e sportit. Çoje këtu tipu, ai ka mendjen aty. Në mënyrë të natyrshme zemra shkon aty ku ai gjen kënaqësi. Edhe ne duhet të kthejmë zemrën tonë, edhe si foshnja të sapolindura, thot Pietri, të duam, të dëshirojmë qumshtën e pastër të fjalës si të rritemi me anë të tij. Ne folëm për Williamin, ose William, bani mend, Williami ishte ai njeri nga Skocia që u verbua për shkak sepse plasi dinamiti. Por gjithashtu humbi ndjeshmërinë në duar, edhe ai u shpëtua një vit më vonë, edhe ai dëshironte të lexonte Biblën, por nuk mundej. Dhe një vajzë e quajtur Ana i mësoi asaj alfabetin Braille. Alfabeti Braille është alfabeti për të verbërit që mund të lexosh Biblën me shkronja të ngritura, edhe që mund të preksh atë. Por ai nuk ndjente duart, as nuk ndjente buzët. Ai u lut Perëndis që Perëndia ata ndihmonte atë. Edhe ndërkohë që ai po provonte këto me buzët, gjuha doli edhe ai prekur që mund të ndjente ato ngritjet e alfabetit. Edhe ai mësoi alfabetin, më dëgjoni pak, mësoi një gjuhë të huaj, sepse donte të lexonte Biblën. Dhe me gjuhën e tij, ai kaloi varg pas vargu te zanafilla, kaloi gjithë libri 50 kapitull, pastaj hyrën në librin e Eksodit, edhe vazhdoi dhe përfundoi me Malakian, dhe pastaj filloi me Mateun, edhe pastaj përfundoi me Zbulesën. Edhe ju kthye përsëri, edhe bëre këtë përsëri, edhe bëre këtë përsëri. Pastaj shkoi në lavdim me Zotin. Çfarë pasioni për Biblën. Çfarë pasioni dhe zelle për fjalën e Perëndis. Është e mrekullueshme. Bibla është shumë e rëndësishme. Bekuar qoftë njeriu që gjen kënaqësi në fjalën e Zotit. Ashtu si ata dy të rinj, ashtu si ky burr. Edhe unë njoh njerëz, edhe kam takuar njerëz që kanë dashur kaq shumë Biblën, nuk janë tani, janë me Zotin, që lexonin Biblën nga zanafilla te Zbulesa brenda muajit. Edhe ai lexoi për 450 herë Biblën për gjithë jetën e tij përpara se të shkonte në lavdi. Njerëz që kuptojnë që qëllimi i jetës tyre në tokë është të kenë plotësi në këtë marrëdhënie me Zotin, sepse Zoti erdhi për të dhënë jetë me bollak. Dhe nuk gjej mbushullin në këtë botë të gënjeshtër që është vetëm mashtruese. Te Nehemia kapitulli 9, në vargu 5 thuhet: "Çohuni e bekoni Zotin Perëndin tuaj për jetëve, dhe bekuar qoftë emri yt i lavdishëm që është lartësuar mbi çdo bekim e lëvdim." Ajo që Bibla thot është që çohuni bekoni Zotin. Edhe në qoftë se do të jemi të ndershëm, do themi lavdi Zotit, ai meriton lavdin, nderin, bekimin. Aleluja. Nuk ka asnjë si Zoti, ne do të bekojmë atë. Edhe duhet të bëjmë kështu. Sepse Zoti ka vendosur emrin e tij lart dhe nuk ka emër mbi emrin e Perëndis. Mbi çdo fron, mbi çdo pushtet, mbi çdo principat, e dini kush është? Perëndia ynë apo jo? Sepse nuk ka emër mbi të. E dini që Bibla thotë që edhe emri i Jezus është mbi çdo emër apo jo? Te Filipianët 2. Nuk ka emër mbi atë emër.
Tani shikoni pak tek Psalmi 138:2. Do të adhuroj drejt tempullit tënd të shenjtë, do të lavdëroj emrin tënd për dashamirësinë dhe të vërtetën tënde, sepse ti ke madhëruar fjalën tënde. Ka madhëruar fjalën e ti. Përmbe, thot Bibla, përmbe emrin e ti të lavdishëm. Që do të thot kur mbanë dorë Biblën, po mbanë diçka që Perëndia ka ngritur mbi emrin e vet. Prandaj bekuar është njeriu që gjen kënaqësi në fjalën e Perëndisë. I bekuar është njeriu. Për me gjithë emrin tënd, thot fjala e Zotit. Askush nuk është mbi Zotin. Por Zoti vendosi këtë libër, sepse përmes këtij libri Perëndia ju dha shpëtim. Përmes këtij libri Perëndia ju jep jetë. Përmes këtij libri ju njihni Perëndinë e jetës. Prandaj të mbyllni këtë libër, është të mbyllni dyert vetes për të qenë i bekuar. I bekuar është njeriu, jo vetëm që eliminon ato gjëra, por që gjen kënaqësi dhe mendon thellë ditë e natë mbi ligjin e tij. Është një histori nga lindja e mesme e largët, po tregojnë për një të ri që ai kishte dëshirë shumë që të bëhej i urtë dhe i mençur. Por dëgjoi që ishte një burr plak, edhe ishte vërtet njëri i matur, edhe shumë kërkoni këshill tek ai burri plak. Edhe ai mendoi, tha, ky burri do vdes shpejt. Tha, do të shkoj tek ai, tha, do t'i them që dua të bëhem dishepull yt, dua të bëhem nxënës yt. A mund të më besosh që të kem trashëgimin tënde, pra të jem unë ai që do t'i pasoj ty? I urtë ishte ky i riu, me atë moshë që kishte. Shkoj atje, edhe vajti i tha, kam shumë dëshirë që të kem urtësinë tënde. Edhe i tha, ti jemi të ndershëm, tha, do vdesësh shpejt. Pasi jo tani, po kur të vdesësh, do vdesësh. Edhe plaku po e dëgjonte. Tha, po dikush duhet të ketë trashëgimin. A mund të jem unë nga ata, unë dua të jem me çfarë fjalë. Edhe unë kam dëshirë që ti të transmetosh postën tënde, njohurinë tënde, pozitën tënde. Edhe plaku yrt i tha, mirë, tha. Edhe caktuan një ditë. Tha, hajde filan ditë. Edhe ai shkoi i veshur mirë, edhe shkoi atje dhe tha, tani po pres të bëhet ceremonia për mua. Edhe kur vajti atje, a di çfarë ndodhi? Ai gjeti vetëm plakun. U zgënjua një çik, tha, prisja më shumë njerëz, sepse ai do të transmetoj urtësinë e tij tek unë. Edhe unë do të jem ai që të tjerë do të vinë tek unë. Edhe unë do t'i jap të tjerëve këshilla, siç çfarë? Siç vende kërkojnë këshilla tek plaku urt. Edhe plaku i pyeti dhe i tha, djalosh, a je gati? Gati jam. E mirë, shkojmë, tha. Edhe ikën dhe van afër një liçeni. Edhe kur van te liçeni, plaku filloi të futej në ujë. Edhe ky tha, pa një rrobat e veta, që ka vështirë të futem aty brenda, tha. Por, okay, tani e kapa, se unë jam i urtë. Edhe tha, mbase mënyra se si do të transmetohet kjo gjë, është përmes pagëzimit. Edhe ky çfarë do bëj? Do më pagëzoj, e unë do dal, edhe ato bëjmë pasuesit ti. Edhe shkon e ndjek nga mbrapa, edhe ndërkohë që vanë në një farë vendi, pastaj plaku e merr atë dhe ja fut kokën në ujë. Po ishte shumë i fortë plaku, edhe ai përpiqej për politë e po mbytej, edhe ai mbante kokën poshtë në ujë. Edhe ndërkohë filloi të gëlltiste ujë, edhe pastaj në një moment harroi, pastaj tha, mbarova. Edhe kur ai e lëshoi veten, ishte gati duke mbytur, plaku e merr nxjerr në krah, si s'lëvizte dot, edhe çoi buzë liçenit. Edhe filloi ta tunte pak mirë, edhe nxori ujë, volli, edhe ishte me sytë të merruar. Edhe tha, që ke plak i keq, tha. Unë tha, doja që të më bëja si vete, tha. Ti po më mbysje mua. Edhe plaku i tha, a dëshiron të bësh i urtë? A dëshiron të bësh i urtë ashtu si dëshiroje ajrin kur ishe në ujë? Me atë pasion. E kishe kaq të nevojshme ajri, sa nuk mund të rrije dot aty në ujë, se po mbyteshe. A doni të jeni të bekuar? Jo, tha predikimi mirë edhe, a doni të jeni të bekuar? Seriozisht, të keni një vit të bekuar. Duhet ta doni ashtu si ai njëri donte ajrin.
në ujë. Duhet ta doni ashtu. Mos gënjeni vetës tjetër sepse lexove një kapitull dhe ja, unë gjeta kënaqësi në Bibël. Duhet të quash më të çmuarën tënde, se çdo të çmuar tjetër në univers, Biblën, fjalën e Perëndis. Ne duhet të pyesim veten seriozisht. A duam të jemi të lumtur? A duam të jemi të frytshëm? A duam të jemi të bekuar? O jo, po prit, se po kam sa strategji që do punoj me fëmijët, me të rinj, me studentët, mos ngatroni strategjinë e botës. A doni vërtet të jeni të bekuar, dhe i bekuar është njeriu i frytshëm, dhe i bekuar është njeriu i lumtur. Kërkojeni fjalën e Biblës. Duajeni fjalën e Perëndis, Biblën, duajeni. Ashtu si ajriu dëshironte ajrin kur ishte në ujë. Edhe në qoftë se e dua, atë do të vendos të kultivoj, edhe filloj të mbjell kohën me fjalën, për të kaluar Biblën jo një herë në vit, 2 herë në vit. Do të marr vendime në jetën time sepse e kuptoj që Bibla është jeta ime, është e çmuar, më e çmuar se çdo gjë tjetër. Zoti ka ngritur këtë libër për mbi emrin e tij. Edhe emri i tij është i madh. Nga lindja në Perëndim, ai do të lartësohet mbi kombe. Thot Malakia 3. Dhe nuk ka asnjë si emri i Zotit, sepse është karakteri i tij, ajo që ai është. Dhe nuk ka asnjë si Zoti, dhe mbi veten e tij Zoti ka ngritur Biblën. Shpresoj vërtet që t'jeni serioz. Të merrni vendim, jo që të lexoni Biblën 2 herë në vit, por 3. Jo që të lexoni Biblën 3 herë në vit, por 4. Jo të lexoni 4 herë në vit, por 5. Jo 5 herë në vit, por 6. Shikoni pak nga Jeremia 15. Fjalët e tua u gjetën, dhe unë i hëngra. Fjala jote ishte me mua nga zëllimi dhe gëzimi i zemrës time, sepse unë thirrem me emrin tënd, o Zoti i ushtrive. A vjen rasti thot Bibla, u gjetën. Domethënë dikush ishte lënë Bibla prej një kohe të gjatë. Ishte harruar aty. E gjeta. Ku është Bibla? Ku keni qenë me Biblën javën e kaluar? Muajin e kaluar? Vetën e kaluar? Edhe Bibla thot që Jeremia e gjeti një herë. Pastaj thot e hëngri. Edhe pastaj thot unë gazëllua dhe u gëzua. Edhe dini pse? Sepse Jeremia thirrë me emrin e Zotit. Po Bibla thot që ju dhe unë, motra dhe vëllezër, thirremi me emrin e tij. Jemi të krishterë. Jemi si Krishti. Edhe sepse jemi të krishterë, ne e gjejmë fjalën. Ne e ham fjalën. Ne gazëllohemi në fjalë. Ne gëzohemi në fjalë. Sepse emri Perëndis thirret mbi supin tonë. Sepse ai ka ngritur mbi emrin e vet një libër. Dhe është Bibla. Le të jetë Bibla kënaqësia jonë. Si dy të rinj që kanë kënaqësi të kalojnë kohë me njëri tjetër. Ishte një herë një djalosh, edhe shkoi te një pastor, edhe tha, unë dua të jem një mësues i mirë i Biblës, dua të jem një student i mirë i Biblës, dua të jem një njeri Perëndis mbi tokë. Edhe tha, kam gjetur sekretin, i tha. Edhe pastori tha, cili është sekreti? Edhe ai tha kështu, kam dëgjuar për një vëlla që ka lexuar Biblën nga Zanafilla te Zbulesa brenda një muaji. Nuk është ai që thashun që kam takuar, unë është një tjetër. Po kam dëgjuar një vëlla që ka lexuar, tha. Sekreti është të lexosh Biblën shumë. Edhe ai tha, të lexosh Biblën është shumë mirë, po nuk është sekreti këtë. Nuk është ky çelësi. Edhe ai shtangu, edhe mendoi. A e gjeta? Çelësi është të lexoj Biblën dhe ta studioj atë. Edhe pastori tha, të lexosh dhe studiosh Biblën janë të rëndësishme, po nuk është ky çelësi.
po flasim për Chelsea, që të mund të jesh një njeri i Perëndis mbi tokë, që Perëndia atë të përdorë. Qoftë për të mësuar Biblën, qoftë për jetën tënde. Edhe qoftë për të qenë drita e tij në këtë planet. Ai tha, mirë, tha. Kam edhe një të tretë pastor. E kuptoj. Sekreti për të qenë një njeri Perëndis mbi tokë, që Perëndia ta përdorë fuqishëm, është të lexoj Biblën, ta studioj Biblën, të shërbej në kishë dhe mes njerëzve, e do filloj të kuptoj edhe si punon Perëndia, dhe Perëndia do të më përdorë në jetën e tyre. Edhe pastori tha, asnjëra nga këto nuk është ky sekreti, nuk është ky Chelsea. Tha pastor, cili është Chelsea? Chelsea, që Perëndia atë të përdorë ty, edhe të jesh një bekim për të tjerët, që jeta jote të prek jetët e të tjerëve, që të shpëtosh të pashpëtuarit përmes ndikimit tënd, edhe të ndikosh tek të shpëtuarit përmes ndikimit tënd. Edhe pse leximi i Biblës është i mirë, studimi i Biblës është i mirë, të shërbesh mes njerëzve është i mirë, nuk janë ky Chelsea, po Chelsea është edhe i riu. Cili është Chelsea? Dhe Chelsea është të duash Biblën. Ta duash Biblën. Ta duash aq shumë, ta është më e çmuara se çdo gjë tjetër mbi tokë. Sepse kemi Zotin që është Zoti i Biblës, do të duam Perëndin e Biblës. Por nuk mund të duash Perëndin e Biblës pa dashur Biblën e Perëndis. Sepse nuk mund të duash Perëndin e fjalës pa dashur fjalët e Perëndis. Prandaj te Psalmi 119 thuhet, o sa shumë e dua, Davidi ka rënë në dashuri me Biblën. O sa shumë e dua ligjin tënd, ai është meditimi im ditë e natë. Është e njëjta gjë që kemi tek Psalmi 1 vargu 2, që gjen kënaqësi, domethënë e do, dhe pastaj thot mediton ditë e natë. Ta duash Biblën më shumë se çdo gjë tjetër në këtë planet. Është që të bëhet dëshira e jetës suaj, dashuria e jetës suaj, që përpi mendimet tuaja në atë cilë mendon, sepse në qoftë se dy të rinj duan, atëherë mendimet e të riut janë tek e reja, mendimet e të rreth janë tek e riu. Prandaj fjala kënaqësi në përmendjen e parë gjendet në dashurinë e dy të rinjve. Ta duash Biblën është Chelsea i ecjes me Perëndin. Është Chelsea i bekimeve të Zotit. Është Chelsea i shpërblimeve në vendgjykimin e Krishtit. Është Chelsea për të marrë një shpërblim të plotë. Sepse mund të hapësh Biblën, edhe thjesht zemra nuk është aty. Mund të studiosh Biblën, dhe zemra nuk është aty. Mund të shërbesh, dhe nuk ke një marrëdhënie me fjalën e Perëndis, me Perëndin e fjalës. Por ta duash Biblën. I mbani mend luftën e Krimes që përmenda? Ajo, në vend që të vazhdonte të bënte gjërat siç ishin bërë, ajo tha stop. Dua rregulluar ca gjëra. Edhe vendosi rregull. Domethënë, vargun e parë të Psalmit 1 eliminoi. Pastaj vendosi vargun e dytë, pjesë të infermerisë. Po flas në krahasim gjithmonë. Edhe ajo ishte ajo që shkonte natën edhe vizitonte plagosurit natën, dhe u quajt zonja me llambë. Edhe në qoftë se ju jeni një njeri Perëndis me llambë në kohë nate, do të bëni ndryshimin në këtë planet. Duke vendosur të lexoj Biblën, të dua Biblën, të studioj Biblën. Vargje 3 dhe 4, i bekuar është njeriu që përforcon. Hapi 3, domethënë, rënjoset, sigurohet që rënjët e tij janë në fjalën. Thot, ai do të jetë si një pemë mbjellë gjatë brigjeve të ujit, që jep frutën e tij në stinën e tij, dhe të cilit gjethat nuk i vyshken, gjithçka bën do të ketë mbarësi. Të parë perëndishmit nuk janë kështu, pra nuk janë si njeriu bekuar, por janë si byku që era shpërndan. Pse e quaj përforcim? Sepse nuk është që kaloj një herë me Biblën.
Nuk është që kishte një herë rënjët në ujë, por ishte i rënjosu në ujë. Kishte marrë vendime që të qëndrojë në fjalën e Perëndis. Edhe në kohë me stuhi, edhe në kohë të mira, edhe kur bie shi, edhe kur nuk bie shi, edhe kur ka dasëm, edhe kur ka vdekje. Sepse unë kam nevojë për Biblën. Edhe unë gjej kënaqësinë atë, edhe zemra ime është aty. Por jam i rënjosur sepse si vjen edhe si thotë, të paperëndishmit nuk janë kështu. Pra domethënë nuk janë me rënj. Por ne duhet të kemi rënj, edhe thotë janë si byku që era e shpërndan. Pra i paperëndishmi, i pashpëtuar si byku që shpërndan era. Po ne kuptojmë Biblën duke krahasuar shkrimet me shkrimet. Dhe era shpërndan edhe një njerëz të krishterë që është foshnjë. Sepse te Efesianët thuhet që të mos jeni foshnja të transportuara nga çdo erë doktrine. Por do të thotë që duhet të përforcohesh. Nëse i rilindur ke nevojë të përforcohesh, prandaj dishepullizimi bën një farë themeli. Dhe përforcimi ka të bëjë me faktin që unë duhet të marr vendime bazë në jetën time dhe nuk do të hedh poshtë ato vendime. Ky është kuptimi i përforcimit. Te Isaia 54:2 thotë, zgjero vendin e çadrës sate dhe fletët e banesave të tua le të shtrihen pa kursim, zgjati litarët e tu dhe përforco kunjat e tu. Domethënë ngule atë kunjën e çadrës sepse do të vijë stuhia, do ta shkol. Domethënë ti merr vendime në jetën tënde që çfarë do që të ndodh, unë do të lexoj Biblën. Dhe nuk ka ndonjë gjë që do më shkol nga kjo, sepse përforcoj veten, sepse e quaj të çmuar, sepse e quaj të rëndësishme, sepse e quaj të vlefshme. Duke qenë besnik, të mos marrë këshilla nga të pashpëtuarit. Duke qenë besnik, të mos vëzhgoj jetën e tyre. Duke qenë besnik, të mos kthehem më te shoqëria e keqe. Duke qenë besnik në leximin e Biblës. Duke qenë besnik në të gjetur kënaqësinë e Biblën. Duke qenë besnik në meditimin e fjalës ditë e natë. Duke qenë besnik në shtëpinë e Perëndis. Në shërbim ndaj Perëndis. Jo si era. Zbulesa 3, vargu 2 thotë, i syqel dhe përforco, ose forco mbetjen e gjërave që kanë gati po vdesin. Disa nga ne gati po vdesin gjërat. Si ishte kisha në Sard. Përforcoj. Disa nga ne lexojnë Biblën me hope. Në një moment që janë keq e lën Biblën. Në një moment që kanë shumë punë e lën Biblën. Përforcoj. Gole konja. Ashtu si që është e rëndësishme, ajri që thithim, të jetë e rëndësishme Bibla. Buka që hamë është e rëndësishme, të jetë e rëndësishme po ashtu dhe buka. Frymërore domethënë. Përforco kunjat. O nuk do ta lë leximin e Biblës kurrë. Jo një herë në vit të tërën, 2, jo 2 herë në vit, 3, jo 3 herë në vit, 4, jo 4 herë në vit, 5. A dini çfarë, kur Zoti na jep historinë e Eksodit të Izraelit që doli nga Egjipti, a dini çfarë bëri? Ata dolën, është piktura e shpëtimit ton. Edhe ata u shpëtuan me dorë të fuqishme nga Perëndia. Dhe ne u shpëtuam nga sakrifica e Krishtit në kryq. Dhe kur ata dolën, ajo që ndodhi është Perëndia i mësoi ata, sepse Izraeli është pikturë e mësimit ton nga ana frymërore, sepse Izraeli si një komb është biri i Perëndis. Dhe çfarë bëri Perëndia? Perëndia i mësoi ata diçka. Edhe tek Eksodi 16, Bibla na tregon që Perëndia u dha manën, që është piktura e fjalës së Zotit, dhe Zoti u tha çdo ditë, çohuni dhe mblidhni. Është falas, po nuk u dha në gojë. Do të bëni diçka tha. Do të lëvizni nga vendi. Do të merrni vendime. Do shkosh të ulesh në një vend, do të hapësh Biblën, do të lexosh Biblën. Kam nevojë të ha, po do të dalësh atje ku është mana. Dhe Zoti mësoi ata të mësonin si të hanin çdo ditë. Ju do thoni, po ditën e Shabatit ata nuk mblidhin. Okej, hajteni të dielën edhe hani këtu, nuk ka problem. Po lexoni çdo ditë Biblën. A kuptoni se sa e rëndësishme është për Perëndin të mësoj popullit të tij që të jetë i bekuar, sepse ai është i bekuar dhe dëshiron që ju të jeni të bekuar. Por bekimi nuk mund të jetë jashtë Biblës. Nuk mundet. Ne mashtrohemi nga kjo botë duke menduar që prosperiteti, begatia, gjitha gjërat vijnë sepse ne marrim shumë
nga kjo botë e humbur dhe fusim në kokën tonë. Edhe na bën lavazh truri, në vend që të flakim këto gjëra, e të mbajmë në mendje fjalën e Perëndis. Provoni dhe shihni sa i mirë Zoti. Prandaj thot, Jesu qel dhe forco mbetin e gjërave që gati po vdesin, sepse nuk i gjeta të përkryera veprat e tua përpara Perëndis tim. Domethënë, mënyra si vepronte kisha nuk ishte në rregull me Zotin, sepse nuk ishte zemër në rregull. Dhe libri Psalmeve na vendos zemrën drejt me Perëndin. Vargjet 5 dhe 6 të Psalmi 1 na tregojnë që të pabesët nuk janë kështu, por gjithashtu do përfundojnë në liçenin e zjarr. Nuk përfundojnë në kuvendin e të drejtëve. Kjo do të thotë që nga perspektiva e përjetësisë, ajo që ndodh është të pabesët do të digjen në liçen. Por nga perspektiva e Perëndis, të drejtët do të jenë në kuvendin tjetër. Ne duhet të jetojmë me perspektivë të përjetësisë. Prandaj te Filipianët 3 vargu parë thotë së fundi vëllezërit e mi nga zlohuni në Zotin, që t'ju shkruaj të njëjtat gjëra për mua s'është e vështirë, po për ju është siguri. Domethënë të rikthehemi tek ajo që është baza e jetës sonë, të sigurojmë që kemi përforcuar konjat, të sigurojmë që gjërat që po vdesin janë vendosur, të sigurojmë që me të vërtet duam të jemi të bekuar. Ka shumë peshë dhe ka shumë vlerë në jetën tonë. Prandaj duhet të marrim vendime dhe të përforcojmë vendimet. Dhe në qoftë se ke rënë, mos rri një muaj rënë. I drejti i thot, bie 7 herë dhe ngrihet. Por vërë kunja, përforcohe. Ju kujtohet pak në historinë e Dhjatës Vjetër, ishte një mbret që profeti i tha, përforcohu këtu sepse do të sulmojnë. Edhe ai përforcohej. Përforcohu këtu se do të sulmohesh. Dhe ai përforcohej. Pastaj mbreti u mërzit, mbreti u ushtrisë armike dhe tha, kush nga ne mban anën e Izraelit? Perëndia do të na japë udhëzimet e duhura, ndërkohë që ne i besojmë fjalës së Zotit. Prandaj është mjaft e rëndësishme. Janë bazat, elimino, kultivo, përforco. Thënë ja, më mirë të mos marr vendime sepse nuk i mbaj dot, është e gabuar. Nuk vjen nga Zoti. Përforco kunjat e tua. Përforco gjërat që janë duke vdekur. Qëse nuk merr vendime, ke marr tashmë vendim. Ke marr tashmë. Si një njeri i smur, edhe përmenda këtë javën e kaluar, ai zgjedh të mos marrë ilaçet. Por zgjedhja të mos marrë ilaçet për shërim është zgjedhje për të smurin dhe për të shkuar më keq. Zgjedhja për të mos kaluar kohë me Perëndin është zgjedhje për të qenë jo i bekuar. Shfaqësimet nuk kanë vlerë. Jetën e krishterë nuk ka vend justifikimi. Jetën e krishterë ka vend vetëm vendimi. Vendimi, dhe ne ecim vendim pas vendimi, vendim pas vendimi. Ju kujtohet në 11 shtator, pa që e mbajnë mend, më të mbajnë mend atë, kur u goditën kullat binjake, edhe presidenti Bush mori një vendim që të ulte gjithë avionët. Po mos mendoni që ishte vendim i lehtë. Ishte një vendim që kushtoi $100 miliardë amerikan Amerikës. Për 3 ditë rresht gjithë avionët tokë. Aq kosto e lartë është sa produkti i brendshëm i Shqipërisë për 3 vjet. A mund të imagjinoni, supozojmë se gjithçka që ka Shqipëria për 3 vjet zhdukur. Prodhimi i saj, ekonomia e saj, të ardhurat e saj, çdo gjë. Pra ishte një vendim i madh, me një kosto të madhe. Por në qoftë se nuk ulin avionët, nuk mund të kuptoni çfarë po ndodh.
Dhe në qoftë se në vitin e kaluar, ne nuk analizojmë jetën tonë, fërtshmërinë tonë, gëzimin tonë, paqen tonë, lumturinë tonë, do më thënë bekimin tonë, edhe zgjedhim të besojmë Biblës, por në qoftë se duam të besojmë Biblës, atëherë duhet të ndalojmë për të marrë vendime të duhura. Edhe ndalojmë edhe të bëjmë vendime të duhura. Te Nehemia 4 thuhet mbasi shurtova mirë situatën. E do të shurtojmë situatën, ku jam? Çfarë po bëj? Çfarë po jetoj me jetën time? Asnjë njeri kur vi në fund të jetës, nuk mendon, sikur nuk punova dhe 3 punë të tjera, atë kisha ngumbulluar dhe një X milion lek më shumë. Asnjë njeri nuk mendon kështu. Po në fund të jetës, ai do të fillojë të mendoj, megjithëse ka gjithë familjen pranë, Zoti mos e thënë të vdesi përpara se kisha të rrëmbej. Po në fund të jetës, ajo që do të ndodhë është kur të vish aty, ti do fillosh të mendosh për fundin. Por tashmë të kanë ngelur vetëm orë ose ditë. Të rrethojnë të afërmit, të rrethojnë të dashurit, ata nuk bëjnë dot asgjë, nuk të ndihmojnë dot asgjë. Por ti e ke konsumuar jetën tënde për kocit e botës. Motra dhe vëllezër, duhet të jemi të jemi të sinqert, duhet të jemi të sinqert. Mishi ynë është mashtrues. Bota është mashtrues. Djalli është mashtrues. Duhet të marrim vendime të duhura. Na kushton, na vëmb, po duhet të zgjedhim të kalojmë kohë me Biblën për ditë. Si baza ditore. Ta lexojmë Biblën jo një herë në vit, jo 2 herë në vit, jo 3 herë në vit, jo 4 herë në vit. Ti do thani sa herë? Gjeni kënaqësinë në Bibël. Gjeni kënaqësinë në Bibël. Ashtu si Zoti mësoi Izraelit, dilni për ditë mblidhni manën. Sepse nuk ka jesh i bekuar. Pa gjetur kënaqësinë në fjalë. Nuk ka. Nuk ka mundësi të jesh i lumtur. Nuk ka mundësi të jesh i frutshëm. Pa gjetur kënaqësinë në Bibël. Ta duash Biblën ashtu si ai i riu që e kërkonte ajrin kur ai mësuesi e vendosi aty poshtë. Edhe si thash, të lexosh Biblën çdo ditë. Nuk është çelësi për një marrëdhënie me Zotin. Të studiosh Biblën çdo ditë. Nuk është çelësi për një marrëdhënie me Zotin. Të shërbesh Perëndis duke ndarur ngjillën dhe duke shërbyer në kishën lokale nuk është çelësi për një marrëdhënie me Zotin. Por ta duash Biblën. Ta duash Biblën. Ashtu si dy të rinj duan njëri tjetrin sepse këtu është përmendja ata. Është çelësi për të qenë njëri i bekuar. Nga ajo do të burojë leximi, gjitha. Prandaj kultivo dhe përforco gjërat që janë duke vdekur me anë të vendimeve. Shërtojeni situatën tuaj. Ky është Psalmi 1. Psalmi 2, se turpullojnë kombet. E ka marrë kohën. Mendoj javës tjetër. Mund të ndalojmë prapë, edhe se cilin marrëdhënien e vet me Zotin, ju lutem ndaloni pak. Ndaloni në heshtje, dhe merrni vendime të matura me Zotin. Janë të çmuara vendimet që marrin përpara Perëndis. Janë të rëndësishme, janë jetike. Zgjidhni si foshnja sapo lindur të kaloni kohë me Biblën. Oreksi do vi duke ngrënë. Ndaloni ato gjërat që ju shenë që janë pislëqe, mund mos jenë mëkat, ndalojeni ato. Dhe ktheuni të kaloni kohë me fjalën e Perëndis. Të përtërini jetën në fjalën e Perëndis. Gjejeni Biblën. Ku është Bibla juaj? Si tha Jeremia. Pastaj hajeni atë. Gëzohuni me të. Kënaquni me të. Sepse emri i Perëndis është mbi ju. Ju jeni të krishterë si Krishti. Merrni vendimet e duhura, thot Bibla.